Edhe në këtë pjesë të fundit të programit do të flasim për një temë që prek secilin prej nesh. Si të jetojmë më shëndetshëm përmes fitnessit. Kjo është tema që kam përzgjedhur që të flasim në pjesën e fundit të programit, në një kohë kur stresi, mungesa e lëvizjes dhe ushqimi i jo i rregullt janë bërë pjesë e përditshmërisë, ndërsa kujdesi për të dukur bukur gjithmonë dhe çdo ditë shtohet edhe më shumë. Për të folur rreth kësaj teme, ne kemi përzgjedhur të flasim me ekspertin e fitnessit nga Kosova special që na ka ardhur sot, të cilin e nderojmë dhe falenderojmë përzemërsisht, Arber Peci. Përshëndetje Arber dhe mirë se na erdhe. Faleminderit shumë për ftesën. Është shumë kënaqësi që të kemi sot. Dhe ta nisim këtë mëngjes së bashku. Si kaloi rruga? Po mirë shumë. Nuk kishte më duket rëmuj në kufi, me që e pam live pak më herët ne, dhe e mendova me njerë që doja kalosh shpejt për të ardhur. Arber, si nis zakonisht një mëngjes për ty? Si nis varësisht prej fazës që jam, shpesh më ndodhe dhe mu si krejt njerëzve mos më morë me stërvitje, shkokuj nga ngarkesave tjera që i kemi njerë. Obligimeve ditore. Do më thonë, duke u nisë prej jetës tem personale, tani edhe ma let i kuptoj tjerët, o shumë e rëndësimi i kuptu tjerët. Jo çdo herë si shumë trajnerat fitnesov që ju bojnë presion edhe kërkojnë prej klientëve, do më thonë 100% seriozitet. Sakt. Kështu që zakonisht në fazën kur unë e ushtroj, duhet më qunë mëngjes në ashtanorën 6 më ushqy, me prit 2 orë, zakonisht 2 orë zgjatë tretja e ushqimit, që konsumoj mëngjes edhe tani jenë atë gatshëm për ushtrime. Ushtroj 1 orë maksimumi, zakonisht preferohet të ushtrojmë 1 orë, jo ma shumë se sa 1 orë, edhe kjo është një prej gabimeve që zakonisht shumica e bëjnë, mundohen me ushtru ma shumë se sa 1 orë. Edhe kjo mandej kalon në lodhje edhe ata dorëzohen. Në shumë plot prej tyre fillojnë fitnessin, ndoshta e zgjasin 1 muj, 2 muj, 3 muj maksimum edhe dorëzohen. Pikrisht kjo është një prej arsyeve që e teprojnë, domethënë, gjatë stërvitja. Pastaj çdo 3 orë ushqim, që nënkupton 5 deri 6 herë në ditje ushqim në rast se dëshirojmë me pas për një mend ndryshim drastik. Për ndryshe për mirëmbajtje të formës të shëndetit, atëherë mjafton 4 herë të ushqimit gjatë ditës. Që do të thotë, rregulla kryesore është të zgjohemi në mëngjes, të hamë mëngjesin, të presim 2 orë, pastaj të fillojmë me ushqimet. Po, kjo është një prej rregullave që... Që do të thotë çdo ditë duhet të ushtrohet? Jo, nuk duhet të ushtrohet çdo ditë, zakonisht 4 deri në 5 herë maksimumi. Shkoku që për shembull unë preferoj 3 ditë ushtron, 1 ditë pushon. 3 ditë ushtron, 1 ditë pushon. Dita e pushimit është ajo kryesorja, se zakonisht gjatë ditës pushimit bëhet rigjenerimi i muskujve. Në fitness nuk bëhet rritja e muskujve ose përmirësimi i shëndetit, shkaku që në fitness bëhet vetëm lodhja. E shohim jenë atë lodhur, traskapitur, krejt që marrëm prej fitnessi është ajo, domethënë. Po pastaj pas fitnessit, duke ushqyer shëndetshëm, duke pushuar mjaftueshëm, atëherë bëhet rigjenerimi real i trupit dhe formësimi i tij. E qartë. Sigurisht që për çdo individ duhet të jetë e ndryshme, varësisht peshës trupore apo që e ka, dikush ndoshta ka nevojë që më shpesh të ushtrojë, ndoshta dikush më pak. Po, ushtrimet kryesisht duhet të bëhen në qendër fitnessit apo ndonjëherë mundet të përsëriten edhe në shtëpi, sepse dhe kjo është e rëndësishme. Po, është e rëndësishme. Nëse mungon për shembull, nëse nuk je 3 herë ose 4 herë në javë në fitnes, ato ushtrime ndoshta të njëjtat jo, por parafërsisht i praktikosh në shtëpi. Po, zakonisht unë vetë e kum provu me ndërtu një mini fitness në shtëpi, edhe e kum po që është kogja problem mja dole, ashtu shkoku që nga njerë mungon edhe motivimi, e pastaj ka ardhur ideja që e kom hap palestrën time, do më thonë ka ma shumë se sa një palestër që e kom, po në Mitrovic ku jetoj, funksionoj, e kam një palestër, edhe do më thonë i preferoj gjithve mos me bo këtë rrezikimin me vendos me ushtru në shtëpi, po thjesht më regjistru në fitness edhe me pasi një rutinë si një obligim që e kena ndaj vetës tonë. Se marrja me fitnessin ose me aktivitete fizike, po dhe ushqyerja shëndetshme, nuk është diçka që ti mundesh me zgjedh ose po du me bo ose s'po du. Do më thonë, është diçka që ti duhesh me bo, se ne dim trupi, edhe gjendja jonë, vetja jonë është më e rëndësishmja prej gjithçka që na rrethon.
kuptohet armër, po është e domosdoshme që patjetër me trajner të ushtrohet në fitness? Apo është patjetër për fillestarët? Po besoj në fillim duhet çdo kush me pas dikon që e orienton. Mos me hub kohë shumë derisa ti mëson ushtrimet, po as mos me psu lëndime. Domethënë mbi gjitha është kjo çështja e lëndimeve. Ka plot që fillojnë vetë me ushtru dhe nuk i kushtojnë aq rëndësi kësaj pjesës trenerit personal, po mandej hasin në lëndime, që kjo nënkupton e ngadalson gjithë procesin. Po unë mendoj tash varësisht prej secilit njeri, mendoj që pas një muaji nëse është një trener i mirë personal, atëherë brenda një muaji duhet mu pavarësu klienti. Përveç dikuj që ka qef thjesht me shoqëru dikush. Ka qatë shumë obligime, për shumë unë kam pas klient që ai thjesht nuk do të me ngarku vetën as me menu cili ushtrim qa është, po veç vjen qakë me bo, varet prej secilit. Po muajin e parë i kisha preferu çdo kujt me zgjedh një trener. Kur jemi të trajnerët, unë përderisa bisedonim, e pashtë dhe fotografi që i ke me trajnerët më të njohur botëror, me cilët ke bashkëpunuar, madje edhe ke shpenzuar shumë për të marrë përvojat e tyre. Si ka qenë bashkëpunimi me gjithë ta trajner, nëse ka mundësi regjia të na jap prap fotografi që t'i shohin edhe shikuesit se për cilët trajner fitnessi bëhet fjalë? Po, unë kam zgjedh afërsisht dikon mbi 30 trajner personal, cilët kuptohet që i kam paguar, ka pas raste deri në shumën $10,000 për brenda një dite kam pagu trener për me ushtrumet. Po, kuptohet që unë atë shumë pastaj edhe kam nxjerr nga mundësia, shkaku që atë trajner personal e kam secili fitness e ka rezervu, dhe më thonë një orë ko me pas atë trajner në fitness. Kështu që fillimisht duket e pa logjikshme, ajo shumë $10,000, po pastaj kur e sheh. E pastaj, dhe më thonë, kjo ka qenë edhe një prej bizneseve të mia që i kam realizu, dhe më thonë, kryesisht në sferën e bodybuildingut të fitnessit, ka marrë përvoja shumë ndryshme prej matë njërës, si që është tash Flex Wheeler, këto, dhe më thonë, e njohin krejt bota. Me këtë kam ushtru afërsisht një javë ditë, dhe më thonë, qëllimi im ka qenë ma shumë me mësu për sferën e steroideve. Dhe më thonë, është ajo kimia e kësoj sfere, me të cilën sferë tash rinia dhe shumë tjera abuzojnë. Dhe më thonë, janë medikamente që injektohen në trup edhe e mundësojnë zhvillimin ma të shpejt të trupit. Dhe më thonë, kjo është pjesa ma rrezikshme për momentin që po ndodhë në vendin tonë, në secilin shtet, shkaku që të rritë dhe të reja dëshirojnë rezultatet më njershme. Që do të thotë ju nuk i praktikoni shumë? Unë jo shumë, po unë nuk i praktikoj heq, po unë kam mësu për to për me mujt me këshillu tjerët edhe me parandalu përdorimin e tyre. Do më thonë që edhe kjo mundona këtë kontribut me apë shoqëri se cili që më pyet qysh duhet me përdor diçka në rrjetet sociale, atëherë unë e këshilloj edhe motivoj qysh mos mi përdor ato. Shkaku që ato janë shumë dëmshme, mundën, do më thonë, deri te vdekja me sjell dikon që nuk din mi përdor. Ti përdor në kohë të caktuara? Sakt. Sa po shprehet interesimi të rinjive në këtë rast edhe vajzave për të ushtruar në fitness, sepse viteve të fundit shohim që është ngjall më tepër interesimi i vajzave për ta mbajtë trupin fit dhe e konsideron këtë si një shtys e rrjeteve sociale ndoshta apo ato fotografit perfekte të Instagramit që duhet dukemi bukur? Besoj rrjetet sociale kanë qenë një marketing shumë i mirë për këtë, do më thonë, për këtë ndryshim që ka ndodhë, edhe ne si shoqëri zakonisht jena të prirur me ndjek ma të merët edhe modën edhe në përgjithësi, kështu që edhe këtë sferën e trupit, shëndetit, jemi motivu nga rrjetet sociale për me ndjek. Po mbi gjitha tash që është edhe dobësia rrjetet sociale është që tash ne vazhdimisht e bëjmë krahasimin e vetës tonë me tjerët. Do më thonë edhe ato rezultate që prezentohen në rrjetet sociale janë thuajse të paarritshme zakonisht. Pa përdorimin e steroideve, suplemente shtesë, nga njerë shpesh është e pamundshme, kështu që ka plot raste që dikush fillon për muni ma mirë, me qenë ma i shëndetshëm, po përfundon i zhgënjur, përfundon do më thonë ma keq se sa që ka qenë, shkaku i pritshmërisë që ka. Do më thonë, plot tjerë, do më thonë nuk e din as sa duhet me prit
prej një muaj ushtrimi ose 2 ose 1 viti. Kështu që trajneri personal është ai që duhet realisht mi tregu ti mund është brenda 1 viti në rast se ushqesh kështu, ushtron kështu mund është me bo këtë ndryshim. Që ai klienti ose pavarësisht se cili person mos zhgënjy me pritshmërinë që ka. Padyshim përveç ushtrimeve që duhet t'ja ofroj, kuptohet edhe këshillat duhet t'i pranoj çdo. Po, patjetër, këtë zakonisht trajnerat personal nuk e bëjnë. Domethënë kjo është ajo që... Aty desha të ndërlidhem, sa janë të kompletuar në këtë formë trajnerat personal në Kosovë, por përgjithsisht shqiptarët? Unë zakonisht përvojën si i ri që e kom marrë, ka qenë që kom po trajnerat në Kosovë zakonisht nuk janë aq profesional. Pavarësisht trupit, formës që e kanë, ata nuk kanë këshilla shumë të sakta, nuk kanë informacione. Po është e logjikshme që dikush që ushtron 20 vite, ai dikur patjetër që e bën trupin. Do të mësohet. Jo domosdoshmërisht do të mësohet, po patjetër dikur do ta bëj trupin. Po as vetë nuk e din çysh e ka bë. Domethënë kjo është edhe e rrezikshmja që duhet me pas kujdes çfarë trajneri personal zgjedh. Unë zakonisht klientat e mi personal që i kum pas, gjithë janë bërë trajnera personal. Jo vetëm që e kanë shfrytzuar për veten e tyre, po aq një ori ju kam ofruar sepse ajo duhet me qenë edhe detyra një trajneri personal, so që ata janë pavarësu, kanë kriju shkollë në vete, kanë kriju biznes, se kjo në realitet është një biznes personal, që mendoj është më së shumti fitimprorës prej bizneseve tjera aktuale që mundet dikush si i ri me pas. Dhe sa kohë të është dashur Arbert për t'i mbledh të gjitha këto këshilla nga gjithë këto trajner botror dhe në fund për ta vendosur ta hapni edhe biznesin tuaj personal? Unë problemin kryesor një që kam pas si i ri ka qenë nën pesha. Domethënë pavarësisht gjatësisë të madhe kam qenë shumë nën peshë. Domethënë dikon dhe jo në këtë rast mbi pesha? Jo mbi pesha. Domethënë nën pesha u kon shqetësimi kryesor që më ka shty për me fillu mu marrë me këtë çështje, domethënë me këtë sferë. Domethënë prej moshës 13 vjeçar, mbi 20 vjet, ka vazhdimisht që çdo ditë qëllimi im është me mësu diçka të re. Po e sheh dikur vjen një pikë so që ti din mjaftu shumë sa për mja ndryshu jetën dikuj, duke ja ndryshu formën edhe mënyrën e të menduarit, mentalitetin si tërsi. Unë e di që përveç ushtrimeve që ju a tregon të gjithë klienteve, këshillave që ju a jep vazhdimisht, ti ke edhe dieta specifike për çdo klient. Si i bën ato dieta, si duken kaq perfekt ata klientët tu nga një peshë për shembull 100 kg që të arrin në 60-70, sepse e di i kam parë edhe në rrjetet tua sociale fotografitë e dukshme të klientëve. Ma e rëndësishmja është fillimisht ta ndrojmë mënyrën se si mendojnë ata. Domethënë ndryshimi dhe arritura më e madhe. Është psiqika? Është psiqika, te mentaliteti. Domethënë trupi pastaj me kohë vjen vetë përmirësohet, vetë rregullohet. Po mbi gjitha është ajo që me mësu dikon qysh me qeni disiplinum, me mësu qysh me pas një rregull, me mësu mu përmbajt, domethënë me kontrollu veten e tij. Kjo është ajo sfida që unë e shoh si sfidë. Në këtë pjesë unë punoj, pastaj kjo pjesa e ndryshimeve vjen vetë. Po dieta përcaktohet varësisht prej gjinisë, a është femër apo mashkull, shkaku që femrat pavarësisht formës dhe masisë trupit që e kanë duhet me ushqy me ma pak kalori, domethënë me ma pak kalori se sa meshkujt kanë shumë ma shumë sukses. Kështu që përcaktohet varësisht prej qëllimit që e ki, varësisht prej gjendjes që e ki, zakonisht pesha aktuale ndikon. Preferon që të bëhen analiza paraprakisht? Po besoj, ajo është domosdoshme jo vetëm para se me fillu me ushtru, po më përgjithësi çdo 6 muaj gjatë jetës. Në çdo dietë, në çdo dietë, po edhe një jetë përditshme duhet të bëjmë analiza që të shohim nëse kem mungesa të ndonjë vitamini, minerali ose çrregullim hormonal ose shkaku që ndodh një mungesë një vitamini edhe ty ndikon emocionalisht, domethënë ka plot raste që ka njerëz që kanë probleme, domethënë me ankth, me depresion, edhe tash kur shkojnë te psikolog ose te psikiatri, atëherë aty në krejt që e duhet është disa vitamina shtesë, cilët e kanë ndikimin so që me përmirësu gjendjen emocionale. Nga kjo duhet me nënkuptu që ushqimi është vetë medikament shpesh edhe për ankth edhe depresion.
po sigurisht që duhet patjetër të shoqërohet edhe me aktivitete fizike. Jo çdo herë me fitness, mundon me qenë edhe sporte tjera. Dhe jo çdo herë me dietë vetëm, a? Po dieta në kupton shpesh e kuptojnë dietën si regjim, si do më thonë dalimi të ushqyerit, po në realitet dieta në kupton ushqyeret mjaftueshme 5-6 herë në ditje, po arsisht qëllimi ta është për më dobësu apo me shtu peshë, po veç duhet me konë ushqimi i zgjedhur, i shëndetshëm. Po jo ushqimi i pakt, që zakonisht e kuptojnë me dietë. Ka raste dikush thot jam dietë dhe ushqet veç një herë në ditje, do më thonë ajo është gabim. Gabim është. Sa përafërsisht, sa është një ushqim mesatar që duhet ta kemi për mos shtuar peshë? Po për mos shtuar peshë fillimisht në bazë peshës trupore që i kemi prej gjatësisë, përcaktohet sasia e kalorive. Dikujt për shembull tash ka raste dikush don veç me mirëmbajt formë, si rastin e juaj. Jo keni nevojë, domethënë thjesht me mirëmbajt peshën aktuale. Bile edhe pak të shtoj. Domethënë ka raste kur dikush e mirëmban peshën aktuale, ka raste kur dikush don me humb peshë dhe dikush që don me shtu peshë. Tash fillimisht llogaritet sasia e kalorive për me mirëmbajt peshën aktuale. Pastaj në rast se dikush don me dobësu, atëherë që atë sasinë e kalorive duhet mja zbrit 500 kalori, që me konë me shpenzu zakonisht ma shumë se sa që ushqet. Kurse në rastin tonë nëse don me shtu peshë, atëherë e llogaritëm sasinë e kalorive për me mbjetu, do më thonë jo, pastaj i shtojmë 500 kalori shtesë. Ajo 500 kalori shtesë ty, do më thonë, ta mundëson për me shtu peshë. Cili është transformimi më drastik apo dhe më i madh që kanë bërë klientët në ulje të peshës? Në ulje të peshë, ndryshimi më i madh është ndryshim mentalitetit, mënyrës menduarit. Po masi veç e cekt soi përket uljes të peshës, po atëherë është ka raste që dikush për 3 muaj ka humbë 50 kg. 50? Po, që në realitet nuk është... Pas një intervenim, do më thonë me një dietë, jo, me një dietë, po, sakt. Dhe me ushtrim fizik. Po, kjo se cilin rast varet. Zakonisht preferohet 5 kg gjatë një muaj mi humbë. Për shembull 4-5 kg. Shëndetshëm. Po, shëndetshëm. Po, ka raste kur dikush nashta ka përbërje ma shumë të ujit, edhe ndodh që humbë edhe ma shumë, se sa që logjikisht preferohet. Kështu që varet prej individit, varet edhe prej kërkesës ti, ka dikush për shkak si këta aktorë të shohim që e merr një rol caktuar dhe ai është i detyruar mi humbë 40 kg që me arrit atë formën që duhet më duk sipas rolit. Domethënë këtë varet sipas qëllimit, po është e mundshme gjithçka. Në mënyrë natyrale duke ushqy 5 deri 6 herë në ditje. Sikurse me shtu peshë, ashtu edhe me humb peshë duhet me ushqy 5 deri 6 herë në ditje, jo më pak. Çfarë mendimi ke, me që të kemi këtu, të shfrytëzojmë për këtë përgjigje, sepse dua të di, për injektime që bëhen për ulje të peshës, në këtë rast injeksioni Ozempic quheshte, nëse s'jam gabim, apo? Po se cilin ndryshim që arrihet në mënyrë artificiale, do më thonë e ka ndikimin negativ se nuk e ke përgadit vetën për me mirëmbajt pastaj atë rezultat. Kjo është sikur se dikush një i varfër që pasurohet shumë shpejt. Do më thonë, ajë nuk është... Edhe nuk do ditë ta menaxhoja atë pasurinë. Po, nuk din me menaxhu. Pastaj pasojë e kësaj është që mundet me orë në gjendje ma të keqe se sa që ka qenë. Shkoku i atij zhgënjimit, se rezultatet e shpejta arrihen në mënyra të ndryshme, po mirëmbajtja e tyre është ajo që na duhet me mësu. Do më thonë, na fillimisht duhet me ndryshu mendjen tonë, pastaj rezultatet vijnë vetë. Do më thonë, nuk preferohet në asnjë sferë tjetës rezultatet e shpejta. Shëndeti mendor ka rol të rëndësishëm në fakt edhe në pjesën e ushtrimeve, fitnessit dhe kështu me radhë. Po këto këshilla vazhdimisht ja jepni gjithë klientëve? Po unë mundona zakonisht pa pagesë, secilit klient ose... I këtani përgjigjet në rrjetet sociale? Po vazhdimisht mundona, po shpesh ka qatë shumë me thonë so që nuk e din as ku m'ja nisë. Edhe është, unë zakonisht i thëmë nëse veç je interesu me bo që ka të thëmë unë, atër po të ndimoj. Edhe unë i thëmë, sot kime lexu veç për proteinë. Dhe më thonë, ka raste që dikush të po të trego ma dietën, unë automatikisht dhe më thonë ndërprej komunikimin me atë klient, se është që nuk ka seriozitet. Dhe më thonë bashkëpunoj me njerës që janë të gatshëm
për me ndëgju, me bashkëpunu edhe me ndryshu. Do më thonë, gjithë shka duhet me funksionu në bazë me, se unë jam duke menagjuat problem t'yno, po ju m'ju përshtat unë dëshira dikuj edhe me ma që regullu edhe mu kohën e jetën, po edhe vetës tyre. Po, sa klientë zakonisht i kalon në ditë Arbër? Dhe sa është e lotshme? Unë zakonisht tash për momentin ushtroj me një artiste, zakonisht jam fokusu dhe më thonë, është bejti, po klientë atjerë nuk kam. Dhe më thonë, krejt që a bëj është i këshilloj në mënyrë falas të tjerët. Edhe mundona që me pas, mos me ngarku vetën me një person, po me pas atë kohën, po, shkoku që nuk jam i varur prej kësoj punë si trajner ose si trajner personal, kështu që unë mundona me analizu teknikat e ndryshme, me bo ekspertizat ndryshme, me po cila funksionon ma mirë, cila ma keq, edhe ato thjesht mja u servu njerëzve pa pagesë. Me që jemi në minutat e fundit, unë dua të di prej nga gjithë kjo pasion dhe kjo dëshirë. Po, gjithë kjo pasion... Kur nisi, Arbër? Nisi, do më thonë, prej vetës tem, nga ajo që nuk kam qenë i knoqër me vetën tem. Do më thonë, unë mendoj ka dikush që është i varfër, a i ka gjosa shumë të mdhaja për më bo shumë i pasur. Shkoku që e ka provu, atë më të keqen. Do më thonë, ka roste kur dikush as nuk është i varfër, as i pasur, a i tër jetën e vazhdon, do më thonë, në atë nivel. Edhe plot shokët mi që trupin e kam pas normal, po ata është shumë zërë mi motivu për me vazhdu tuti. Shkoku që nuk e kam përjetuat ndjenjë e keqe. Do më thonë, të une është vetja hem, është motivi kryesor që më ka shty, pastaj që ka më ka bo mu me vazhdu, është kur e shoh se so shumë ndikoj të këtjerët, qysh muna mja u ndryshu jetën, mja u letësu jetën, dhe më thonë kjo është që mu më shtyn vazhdimisht më marrë me këtë sferë. Pa dyshim që ke shumë falimderime, besoj nga gjithë klientët që i ke kaluar. Arbër, unë të falimderoj jashtëzakonisht shumë që u bëre pjesë të programit tonë, ishte shumë kënaqësi që të shohim, të njoftojmë nga afër dhe të marrim të gjitha këshillat e nevojshme që duhet ti kemi ne, edhe që jemi mirë me peshën, edhe ata që janë nën peshë, por edhe ata që janë mbi peshë. Rezultatet dhe këshillat janë gjithmonë të nevojshme, por mbi të gjitha duhet të jemi strikt në atë që në atë si veprojmë dhe mbi gjitha shëndetin mendor ta kemi mirë, apo jo? Ashtu e konsideron ti unë me sa e di. Besoj strikt duhet me qenë në gjitha sferat e jetës, jo vetëm në ushqim edhe në ushtrime. Nga jeta vetë kemi mësu që pa qenë serios nuk ka rezultatet mira. Kështu që duhet pa tjetër ta marrëm seriosisht këtë çështjen e kujdesit ndaj vetës tonë, shkaku që duke u kujdesur për vetën tonë, kur jemi mirë emocionalisht, jemi mirë edhe për të tjerët. Njëjtën kohë jemi duke u kujdes edhe për të tjerët. Qartë, faleminderit edhe njerë shumë dhe ishte shumë kënaqësi që të kemi këtu, direkt nga Mitrovica që në mëngjes. Nuk hezitove dhe pranove me shumë kënaqësi ftesën. Kënaqësia ndërsjellë, faleminderit shumë. Faleminderit.